Mirëdita miq të video YouTube-it. Sot do t'ju prezantoj një model tjetër, edhe ky është një model I thjeshtë dhe I bukur. Këto mund të punoni me dy ngjyra, me ngjyrë të bardhë ose me bezh, të bardhë me të kuqe, varet nga dëshira juaj, mund ta bëni edhe të kuqe komplet, po unë po e bëj të bardhë me bezh. Atëre, këtë modelin mund ta bëni katrore, mund ta bëni dhe stërgjaçe, mund ta bëni edhe në formë rombi. Atëre, skica në formë rombi është e tillë. Këto gjatësit mund të bëni sa doni. Mund të bëni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, e pastaj vjen duke u zbritur. Ja, unë kam 2 skicat këtu. Qëse do ta bëni me 3, rrjedhë I parë 1, 2, 3, I dytë do vi 1, 2, 3, 4 duke shtuar, edhe I tretë do vi 1, 2, 3, 4, 5 duke u shtuar. Pastaj vjen shtesa tjetër nga poshtë, siç ka ardhur kjo këtu lart treshja, tani do vi duke zbritur, do vi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Të dali ky krau si është filluar edhe del duke zbritur. Edhe kjo ka formën e një rombi. Kështu. Unë e kam bërë me 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, rrjedhën tjetër do ta bëj me 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe pastaj do vi prapë duke zbritur nga poshtë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, si vinë këtu të barabarta, këto 3 rrjedhtat, kështu do vinë këtu të barabarta dhe del forma e rombit. Kush dëshiron, mund ta marrë skemën këtu. Atëre, ky modeli që kam nisur unë, do bëhet një rrjedhë e bardhë, një rrjedhë bezh. Tash do bëj rrjedhën e bardhë. Fillimisht do t'i shpjegoj se si është bërë ky modeli. Ky modeli fillon këtu në mes. Atëre, kjo fjalë që punoj unë është fije 30, është pambuk dhe janë fije turke dhe janë shumë të mira për të punuar për të bërë mbulesat e tavolinave. Fillimisht do bëjmë 8 zinxhir. Atëre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe e kapim këtu. Do bëjmë 1, 2, 3 zinxhir dhe do bëjmë 3 mbushje. Mbushje mesatare. 3 zinxhir, 1, 2, 3. Bëjmë prap 3 mbushje. Bëjmë prap 3 mbushje. Tre zinxhir, 1, 2, 3, mos harroni 3 zinxhir, 3 zinxhir, 3 mbushje. 1, 2, 3 zinxhir, 3 mbushje, 1, 2, 3, dhe do ta kapim këtu në anësore ku bie treshi. 1, 2, 3. Edhe nxjerrim pa lak. Tani, rrjedhë I dytë, këtu u bën 3. Rrjedhë I dytë do bëhet me 7, me 11, me 15. Pastaj vjen duke zogluar, do bëjmë një kuti, do bëjmë 11 në kuti në anën tjetër. Pastaj vjen 7, pastaj vjen 3. Siç ka filluar me 3, do mbyllet prapë me 3.
për të kaluar këtu te Kurri i Peshku ose te këto mbushje tunasore, këtu do kalojmë me mbushje pa lak. Që mos a dali gjithmonë këtu në mes ai punimi i mbushjes, të jetë i barabartë në të gjitha krahat. Pa lak. Dhe tani do bëjmë 3 zinxhir. 1, 2, 3. Do bëjmë 2, 1 zinxhir, dhe 1 këtu, 2 mbushje. Do bëjmë 3 zinxhir, 2 mbushje, 2 mbushje këtu, 3 janë këtu, 1, 2, 3, 4, 5. Edhe 2 këtu, 7, 2, 4, 6, 7, si që thashtë 7, 11, 15. 1, 2, 3 zinxhir, 2 mbushje, do bëjmë prapë gjithsej 11, 7 mbushje, ja, u bëm këtu 5, edhe 2 këtu, 7. 1, 2, 3 zinxhir, 2 mbushje, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 zinxhir, do bëjmë prapë 7 mbushje. 2, 3, 4, 5. Edhe 2 janë këtu, 7. Ja. Dhe shkatrori këtu i mesit. Rjeshti tjetër. Gjithmonë këtu kur bashkohet, këtu gjithmonë do kalohet pa lak. Ose me lak ose pa lak, si ta keni më të lehtë. Me lehtë është ta bësh çik me lak. Kurse këtu bëhet pa lak. Bëm prapë 1, 2, 3, 2 zinxhir, 2 mbushje m'falni, 3 zinxhir. 2 mbushje, dhe tani do bëhet nga 7 do bëhet 11 mbushje. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, edhe kjo, 11. Është modeli thjeshtë, bëhet shumë shpejt. 1, 2, 3. Tash një qendër tavoline ta hap pak kohë, nëse je edhe në punë ke edhe punë shtëpie, të ha kohë. Se kisha ta ndjekës që më pyetën sa kohë ta ha një qendro, por ajo varet, e para punës varet nga vullneti, edhe nga koha e lirë që keni. Unë jam pensioniste, një qendër të madhe për tavolinë, e mbarova për 15 dita, 20 ditë, një gjë e tillë, sepse pensioniste jam, po kam dhe punë të shtëpisë. Ja, dhe tjetra 11. Dhe kështu do vi kjo deri në fund. Gjithse janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rjeshta. Ka filluar me 3, do bëhet pastaj prapë me 3. Do bëhet rjeshti tjetër me 15 dhe pastaj fillon prapë mbyllja. Tani
Kemi arte e rjeshti 15, me mbushje me 15. Tani këtu do bëjmë 3 mbushje, 3 zinxhir, 3 mbushje prap, do bëhet kuris peshku. Është kjo këtu. E do vi duke u bërë kutia. Edhe do shtojnë kutijat. Nga 1, 2, bëhen 3, edhe rjeshi fundit bëhet komplet me kutia dhe pastaj bëhen këto mbushet nënsore. Do bëjmë 1, 2, 3 zinxhir. 3 zinxhir. Dhe do kapim këtu 1, 2, te treta e kapim. Do llogarisim 11 mbushje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 edhe 11. 2, 4, 6, 8, 10, ja 12, 11. 1, 2, 3, do bëjmë kuris peshkun me nga 3 mbushje. Ashtë edhe vapa dhe në rështet edhe qik grepi. 2, 3. 1, 2, 3 zinxhir. 3 mbushje. Prap kuti 1, 2, 3. Dhe do vi rumullakë deri në fund. Ja dhe njerë, 11 mbushje. Në fillim dhe në mbarim është kutia. Dhe 11 mbushje. Rjeshti tjetër prap bëhen 2 kutia, por kutia pa lak. Jo me lak. Ja kapen kështu këto. 2, 4, 6, 9, 10 edhe 11. 1, 2, 3 zinxhir dhe do bëjmë mbushje. Ose kuris peshkun. E nga 3 mbushje. 1, 2, 3 zinxhir dhe 3 mbushje. Dhe kështu do vi deri të rjeshti tjetër rrobullak.
Dhe pasi erdhëm këtu në fund fare, e kapim të kurispeshku dhe nxjerrim pa lak. Kalojmë prapë këtu me lak ose pa lak, si të keni dëshirën, por unë më mirë e kaloj me lak sepse e punoj më mirë mbushjen. Në fund fare e bëj pa lak. Tash e vazhdojmë prapë. E njëjta procedurë do vazhdoj derisa të ngelet me 3. Kjo. Ja të edhe këtu 3. Bëjmë kurispeshkun prapë. Tashi, këtu bëm 3 zinxhir. Tani do vazhdoj me 4. 2, 3, 4. Dhe do kapet kështu pa lak. Ja. 1, 2, 3, 4. Tani do dalin 7 kutia. 7 mbushje, më falni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ja, edhe njerë këtu, pa lak. Që dalin kuta rumbullake. 1, 2, 3, 4. Dhe bëhet kurispeshku. Dhe kështu vazhdoj xhiroja deri në fund. 3. Edhe kështu vi kjo rumbullak deri këtu. Pastaj derisa të mbaroj kjo me 3, do bën një rjesht me kutia rumbullake. Ja si që kemi dhe këtu. Tashi i kemi mbaruar këtë deri me 3 këtu. Tani do bëjmë këto mbushjet në ansore. Se si bëhet kapja e modeleve të qentrave, unë e kam shpjeguar në videot e më pashme, nëse më keni ndjekur në kanalin tim të YouTube-it. 1, 2, 3. Bëjmë 3 mbushje. Tani fillimisht do ta kapim këtu pa lak. Këtu do bëjmë 5 mushje, 10 mushje me nga 5. 3, 4, 5. 2 zinxhir, 5 mushje prap. Një kuti e kapim pa lak dhe një kuti do bëjmë mbushjen. 5 mbushje, ose 10 mbushje nga 5. Tani këtu do ta kapim pa lak, dhe gjithmonë mbushja do të bjerë këtu te kjo treshja. Shikoni? Gjithmonë ka rënë tek treshja mbushja. Gjithsesi do të 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutia. Ja, këtu pa lak. Marrim lak dhe do bëjmë mbushje. Do bëjmë 5 një herë. 3, 4, 5, 2 zinxhir, 5 mushje të tjera që bëjnë 10. Edhe del kjo kështu. Edhe këtu në për këto bëhet kapja te këto kutijat këtu. Pa lak. Marrim lak edhe bëjmë prap mbushjen. 10 mbushje, 2 herë nga 5. 5, 2 zinxhir. Derisa të cepi, do bëjnë 3 herë nga 5 mbushje.
Sepse bëhet kjo kapja këtu. Jam 5, 5, 5. Këtu jam 2 nga 5, 1, 2. Këtu janë 3 sepse kapet to lulja këtu, shiko. Kur bëhet kapja këtu, 1, 2. 1, 2. Kurse këto janë nga 1. 4 dhe 1, 5. E kapim pa lak. Ja tash. 1, 2, 3, 4 edhe 1, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4 edhe 1, 5. Do bëjmë 2 zinxhir prap. Edhe kapet prap këtu. Në qoftë do bëhet kapja, kapja bëhet në këtë mënyrë. Si që kemi këtu, e fusim këtu, se unë e kam shpjeguar si bëhet kapja e centrove, por me gjitha të po ja tregoj edhe një herë, e nxjerrim pa lak, bëjmë një zinxhir, dhe pastaj bëjmë 5 mbushje të tjera. Këtë po e bëj për pro, se nuk e ka vendin tani këtu kjo, se do bëhet rishë me të bardha me asaj bezhës. 5. Tani bëhet pa lak. Bëjmë 5 mbushje. 1, 2, 3, 4, 5. E kapim te kjo këtu, në mesin e kësaj që kemi lënë bosh, e nxjerrim pa lak, dhe do bëjmë pa 5 mbushje të tjera. 1, 2, 3, 4, edhe 1, 5. Ja, si bëhet edhe kapja. Kjo është edhe kapja tjetër. Kur të vi këtu do kapet edhe këtu, krau tjetër edhe këtu në këtë. Prandaj kjo është për qoshet, këtu dhe këtu. Këtu vazhdo vetëm me këtë kapjen këtu në mes, dhe kështu do vazhdoj kjo mbushja deri në fund kështu. Mbushje, kuti, ose lule kapet këtu, lule, bëhet kapja pa lak, lule, kapja pa lak, lulja këtu. Gjithmonë do llogariten që lulet janë në përcepa, është e këto, do të bjerë këtu të treshja, edhe këtu, do më thënë, mbushje, kapje pa lak, mbushje, kapje, mbushje, kapje, mbushje, kapje. Ky është edhe modeli për sot. Ja dhe skemën kush do që ta marri, e kam bërë 2 herë, ndaç bëni me 3, ndaç bëni me 4, po do doni ta bëni 4-ore, po do doni ta bëni stërgjaçe, për shembull, siç janë këto 2 rrypat, mund ta bëni me 4 rrypa për tavolinat e mëdha. Miru dëgjofshim në modelet e tjera, prap modelet të tjera të bukura dhe të thjeshta. Ky është edhe modeli për sot. Ju uroj të kaloni një natë dhe një ditë të bukur, më falni. Kujt i pëlqen modeli, të bëjt pëlqime dhe komente. Kush ka ndonjë sugjerim, mund të na thot çfarë punësh doni, çfarë centrosh doni. Mund të lër koment në kanalin tim të YouTube-it Luiza Dori. Këto centron unë i punoj me grep 1.40, siç u thash me fije 30 pambuk, që janë turke. Miru dëgjofshim në videot e radhës.